Pyetja e radhës. Selam aleikum o nderuar. Desha t'ju pyes, a është e lejuar apo haram në Islam që motrat muslimane të ndjekin vazhdimisht lajme, postime apo informacione rreth vëllezërve musliman, persona të caktuar të interesohen për jetën apo veprimtarinë e tyre dhe t'i shpëndojnë këto postime në rrjetet sociale? A hyn kjo në ndonjë ndalesë fetare si fitne, shikim i ndaluar ose te kalim i kufive të modestisë? Ju lutem na udhëzoni sipas Kur'anit dhe Sunetit, Allahu i shpërblet. Aleikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Është sprovë për sprova të metit edhe për burrat dhe për gratë, çështja e internetit. Ka një rast kur lejohet më interesua për jetën e dikujt, edhe motrat lejohet për më interesu për dikon për besimtarve, edhe besimtarët lejohet më interesua për dikon për besimtarve parë që është për qëllim u martu me te. Ka për qëllim u martu me te, lejohet me gjërmua rreth saj, lejohet edhe nëse gjon në fotografi dikon sajna, lejohet edhe disa gjona edhe ma shumë se sa, kjo se i përket të shikimit, sa që në disa transmetime lejohet me këshyr petizave të shtëpia vetë, gjona tjera që informata që do me morë rreth ati me cilin dëshiron mu martu ose rreth asaj që dëshiron martu. Lejohet me gjurmua, bile dhe duhet me gjurmu, edhe me pyet, edhe për familjen, edhe për dajt, edhe për smujat me cilat për të cilave vdesin familja, edhe ka baba, edhe ka nona, ka plot udhëzime që ka dhënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kjo lejohet. Por me dalë mi përcjell tash 100 njerëz, tash me 100 vetë si të martu. Qëllimi secili e din qëllimin e vet. Nëse është në interes për martesë, gjurma, s'ka problem. Po që ato që gjurmon, masane s'ki nevojë me postue të tjerë. Themi se nëse ka për interes martese, pa i kesh përdor dhonat, lejohet, wallahu alem. Nëse s'është këtu, nuk lejohet edhe duhet së ma pak me pas interesim për jetat personale private e tjera, wallahu alem.